Mos i neglizhoni. Këto shenja në fytyrën tuaj tregon se keni tension të lartë. Shumë veta injorojnë pirjet e vogla në faqe dhe nuk duhet ta bëjnë këtë. Shenjat e tensionit të lartë të gjakut shpesh nuk zbulohen derisa të jetë tepërvonë. Ka dy shenja që mund të shfaqen në fytyrën tuaj që tregojnë se keni hipertension. Hipertensioni injohet zakonisht se presioni i lartë i gjakut prek miliona njerëz nga fëmijët deri te të moshuarit. Presioni i lartë i gjakut mund shkaktohet nga shumë faktorë, por më të zakonshmit janë diabeti, mbipesha dhe konsumi i tepërt i alkoolit. Ekzistojnë dy shenja paremëruese të fytyrës që mund të tregojnë këtë problem shëndetësor. Mpirja e fytyrës në faqe të dobta dhe të varura, prirja e fytyrës që është zakonisht një shenjë e problemi serioz në trup. Shkaku i mpirjes së fytyrës zakonisht lidhet me dëmtimin e nervave ose venave. Nëse më vonë përhapet në duar në trung, duhet të vizitoheni tek një mjek.